Pashka është prova më e madhe që tregon që Jezus Krishti jep një jetë të re. Kur Jezusi vdes në kryq për mëkatet tona dhe u ringjall në ditën e tretë, ai tregoi vdekjes se vdekja nuk e ka fjalën e fundit, por Perëndia që jep një jetë të re nëpërmjet Jezus Krishtit. E shumë njerëz në përbot mendojnë që Pashka është vetëm një festë ose vetëm një traditë, por në fakt Pashka është një transformim i jetës së njeriu. Sepse kushdo që e beson Jezus Krishtin si Zot dhe shpëtimtar në jetën e tij, ai do të ketë një fillim të ri, ai do të ketë një jetë të re. Edhe unë vetë personalisht e kom përjetuar këtë gjë. Kam kaluar për shumë vështirësi në jetën time, por një moment kur Jezus Krishti erdhi në jetën time, ai ndryshoi gjithçka. Ai më dha falje, më dha shpresë dhe më dha një jetë të re. Prandaj për mua personalisht, Pashka nuk është një traditë ose vetëm një festë, por Pashka është një jetë e re që Perëndia jep nëpërmjet Jezus Krishtit, Zotit dhe shpëtimtarit tonë.